Tani dua të flasim për diçka që e keni diskutuar disa herë datë dëshmisë suaj. Promovimi i shoqërisë multietnike në Kosovë. Dhe është një fushë konkrete për të cilën dua t'ju bëj pyetje. Ku është Lugina e Preshevës? Përgjigje: Lugina e Preshevës është në pjesën e ish Jugosllavisë në Serbi. Pyetje: kjo ka qenë një zonë delikate pas luftës apo jo? Përgjigje: po. Pyetje: pse? Përgjigje: ka pasur një popullsi të konsiderueshme shqiptarësh në këtë zonë që ndodhet në Serbi. Pyetje: shqiptarët e Kosovës e quajnë Preshevën territor shqiptar, ku shqiptarët kanë të drejtën të jetojnë. Sigurisht, deklaratat të tilla i rrezikonin marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Përgjigje: po. Pyetje: po ashtu shqiptarët e Kosovës shpreheshin se dhuna në Luginën e Preshevës nuk duhet toleruar dhe ishte e rrezikshme asaj kohe sepse kjo zonë ishte pjesë e Serbisë. Kështu? Përgjigje: ma bëni edhe një herë pyetjen, ju lutem. Pyetje: pra, edhe shqiptarët e Kosovës bënin thirrje se nuk duhej toleruar dhuna në Luginën e Preshevës, por kjo ishte e rrezikshme të thuaj asaj kohe sepse kjo zonë është në Serbi. Përgjigje: nuk jam e sigurt a ishte e rrezikshme. Ata kishin të drejtën e tyre të shpreheshin, të flisnin për ndikimin e masave serbe ndaj shqiptarëve në një territor fëqinj. Pyetje: e lutem sekretarit të seancës të nxjerrë në ekran materialin SPOE 4001 5904 deri në SPOE 4001 6230. Miloševići ishte një personazh Viz, pjesërisht Viz combined. Edhe të njëjtën e RN e ka dhe një material tjetër. Një për këtyre materialeve është një përmbledhje dhe ka marrë numrin P4497 dhe numri tjetër është një version me 94 faqe i materialit të përkthyer. Ne duam të shkojmë pra materialin e dytë. Edhe një herë, materiali me 94 faqe ka numrin SPOE 40016149. General, ndërkohë që presim materialin, dëshiroj t'ju pyes, a një person me emrin Klaus Leinhardt? Përgjigje: po. Pyetje: kush ishte? Përgjigje: ishte personi që zvendësoi Mike Jackson në KFOR. Pyetje: ju keni punuar me të në cilësinë e tij si komandant i KFOR-it apo jo? Përgjigje: po. Pyetje: ai ka mbajtur shënime që ne i kemi përkthyer, edhe ka një shënim i 10 marsi 2000 ku përmendeni dhe ju. Dhe dua t'ua tregoj dhe më pas t'ju bëj një pyetje. Dhe presim që të shfaqet në ekran. So again, the specific page. Pra, edhe njërë për sekretarin e seancës, bëhet fjalë për faqen SPOE 004001649. So that's a little ahead of the entry. Pak më lart. So 6149. Pra, edhe njërë pak më lart bëhet fjalë për materialin që mban numrin 6149. Ky është, faleminderit. Ky është shënimi për katës. Now, General, before I start. General, përpara se t'ua lexoj, a është shumë i vogël për ju? Përgjigje: jo, mund ta lexoj. Generali Reinhardt këtu flet për Hashim Thacin, flet me Hashim Thacin në një konferencë për Luginën e Preshevës dhe thotë si në vijim. Ai fillon: mesazhi im është i shkurtër, jam shumë i shqetësuar për ngjarjet e fundit
në luginën e Preshevës. Situata në kufi mes Kosovës dhe luginës së Preshevës mund të përshkallëzojë shumë shpejt dhe të krijojë një konflikt që do të ndikojë në të gjithë rajonin. Kjo nuk është në interesin e popullatës, të forit apo të komunitetit ndërkombëtar. Prandaj ne e dënojmë përdorimin e dhunës në këtë zonë. Kalojmë në faqen tjetër që të shohim Hashim Thacin çfarë ka thënë në të njëjtën konferencë për shtyp. Thaci ka një pikpamje krejt të ndryshme. Ai akuzon palën serbe se ka rifilluar genocidin edhe dëbimin e personave. Ai shpjegon situatën e refugjatëve që ka parë dhe pretendon se atyre është dashur të kalojnë në këmbë përmes bjeshkave me sendet e tyre të fundit. Mbas ai ka qenë në një film tjetër nga imi, ai flet më pas për vuajtjet e shqiptarëve që janë përsekutuar, që nuk janë më të gatshëm të pranojnë këto gjëra. Edhe nuk tha asnjë fjalë që ai distancohet nga UÇMBP-ja, nuk tha asnjë fjalë për sigurinë, por përkundrazi tha të kundërtën, dha deklarata të rreme dhe bëri propagandë. Unë jam shumë i zemëruar që nuk mund të ndërhyj tani përpara kamerave që po na xhirojnë. Sa po dal nga dhoma, unë e ballafaqoj Thacin, ai është krejt i befasuar, më le fare pa fjalë, dhe unë i thash që tradhtove besimin tim. Ai pretendon se foli si një politikan i shqiptarëve të Kosovës dhe i thash që nuk do të bëj më asnjë konferencë të ngjashme me ju, të tillë dhe ta kufizoj deri në minimum bashkëpunimin me ju. Kjo nuk duket se bezdis Thacin. Ai ka bërë pikat e veta kombëtare në thonjza dhe ai pret të siguroj miratimin e popullatës shqiptare. Më pas marsakër dhe i thash që më kanë zhgënjyer thellësisht, që më kanë zhgënjyer thellësisht dhe nuk do dal më asnjëherë me të përpara mikrofonëve, sepse ky person nuk duhet besuar. General Leclerc po ashtu është i natosur, pasi e Thaçi atij kishte premtuar diçka krejt të ndryshme. General, një kujtohet kjo ngjarje që ka përshkruar generali Reinhardt? Përgjigje, po më kujtohet kjo ngjarje. Pyetje. Përshkrimi i generalit Reinhardt, nësa ju kujtohet ju është i saktë? Përgjigje. Unë nuk kam qenë personalisht atje dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, por unë e di që ishte një situatë ku bëhej një kalim i UÇK-s nga një organizatë ushtarake dhe rezistence në një person që kërkonte të siguronte të ardhmen politike për veten e për vendin e tij të Kosovës. Ne ishim me fat, nëse më leni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën që priste dhe ishte një lëvizje politike që ishte e shtrirë në gjithë Kosovën në fakt kur kemi hyrë ne. Dhe kjo lëvizje politike u rishfaq me Partinë Liberale Demokratike të Kosovës dhe me Ibrahim Rugovën, si më sa më kujtohet. Pra, Thaçi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër. Por unë kam lexuar që ka pasur dhunë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Këtë më kujtohet që kam lexuar.